Ndonse refuzoi ofertën e Britanisë për një kamp për refugjatësh në Shqipëri gjatë konferencës me kryeministrin Keir Starmer, kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama e përsëriti qëndrimin e tij dhe në një intervistë me prestigjiozen The Guardian. Kreu i qeverisë shqiptare, duke kritikuar dhe Brexit, vuri në dukje se një kërkesë e tillë 10 vite më parë ishte e paimagjinueshme. Fakti që sot nuk është thjesht e imagjinueshme, por po ndodh, nuk është për shkak të Keir Starmer ose Rishi Sunak që po bëjnë diçka të jashtëzakonshme. Është për shkak se vendi është në një vend shumë të errët. 80% e gjërave që thuhen, ose shkruhen ose pranohen si pjesë normale e diskursit në Britaninë e sotme, janë gjëra që para Brexit do të ishin krejtësisht të papranueshme, krejtësisht qesharake, krejtësisht të turpshme. Kryeministri Edi Rama gjithashtu sqaroi dhe arsyeën pse oferta e Melonit u pranua. Praktikisht ne jemi një vend i përbërë nga 2 vende të pavarura. Italia ka qenë aty për ne në çdo moment të errët dhe situatë të vështirë, që nga dita kur dolëm nga ferri, i të qenit Korea e Veriut e Europës, ne kemi një pikë të dobët për Italinë. Kështu që kur Italia na kërkon diçka, ne themi po, pikë. Për The Guardian, kreu i qeverisë dhe njëherë përsëriti synimin kryesor të vendit, integrimin në familjen europiane. Brenda vitit 2030, do të jemi antar të Bashkimit Evropian. E gjithë qasja ndaj procesit ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Tani ata të BE janë shumë të etur të ecin përpara. Me agresionin rus gjithçka ndryshoi. Kështu që disi edhe Vladimir Putin e bëri këtë. Ai e bëri Europën shumë të interesuar, më unifikues. Media britanike e mbylli artikullin duke vënë në dukje se në fitoren e mandatit të 4 qeverisës, Rama është lideri më i gjatë në historinë e Shqipërisë pas diktaturës.